Mirë se po takohemi në këtë mëngjes të hershëm pas namazit të sabahit e Allahu na i boft kabul. Është data 21 maj 2025. Sot këto nuk do të flas për politika ndërkombëtare, për asnjë nga ato. Do të flas një temë në islamistik. Du me nda një temë me juve për cilën jam pyetur shumë herë dhe cila mua më ka intrigu shumë. Andaj edhe jam munduar që ta lexoj e ta kuptoj edhe shumë edhe thellë. Gjatë leximit të kësaj teme, gjatë studimit të kësaj teme, gjatë përpjekjeve për ta gjetur përgjigjen adekuate, e kam pasë tema në fjalë apo me temën në fjalë ndërthurën në mënyrë të pavetdijshme ndoshta edhe nën tema aq të shumta sa po nuk u koncentrove mirë gjatë studimit dhe leximit, shumë lehtë mund të lajthitesh, të dalësh jashtë parametrave prej të temës cilën ti do me e kuptu dhe me e studiue. Sepse brumi i saj ashtu është. Nën tema që ndërlidhen me te, ashtu është. Vetë struktura e temës, e do ta kuptoni ju pak më vonë se për cilën është fjala dhe do të më jepni të drejtë, do të më arsyetoni pse e thash këtë që në fillim. Andaj, edhe me që është e tillë e ndërthurur me shumë nën tema, edhe gjatë shpjegimit tani të kësaj teme, po nuk u mundova që të jam sa më koncis, dilet jashtë binarëve të shpjegimit dhe më pastaj mbetet e pakuptueshme mirë. Por në të njëjtën kohë të respektuar miq, edhe nga ana juve, po nuk u koncentruat mirë në atë që e dëgjoni me vesh, nuk keni me kuptu temën e drejt, për shkak se gjatë trajtimit tash, gjatë përmendjes së temave, nën temave, terminologjive, juve mund t'ju shkoj mendja aty për aty se kjo si lidhet, kjo si është, kjo nuk është kështu, dhe ti del prej jashtë atmosferës. Andaj kërkoj nga ju, fillimisht nga vetvetja, që të jeni sa më të koncentruar. Çfarë dallimi ka midis profetit dhe gjeniut? Ku është dallimi? A ka ndonjë pikë të përbashkët? Dhe nëse ka, cilat janë pikat dalluese, çfarë dallojnë këta dy entitete midis vete? Në ligjin në shkencën e logjikës ekziston një kapitull që quhet ligji i komparacionit apo ligji i krahasimit. Thot aty, për të bë krahasimin midis dy entiteteve, midis dy gjërave, midis dy fenomeneve, midis këtyre dy entiteteve do të ketë së paku një element të përbashkët, për të mund t'i krahasosh në të njëjtën kohë, ta tërheqësh një vijë krahasime. Përndryshe, nëse nuk kanë asgjë të përbashkët, krahasimi është invalid dhe është alogjik. Atëherë, shtrohet pyetja. Nëse është kështu, çfarë ka të përbashkët? Cila është pika e përbashkët midis profetit dhe gjeniut në mënyrë që më pastaj ta kuptojmë dallimin midis tyre? E përbashkëta apo nyja që e lidh profetin me gjeniun është dija, dituria. Në islamistik, në teologjin islame, në fen islame, dihet, shpjegohet se Allahu i ka 99 emra, që dënë të thëtë 99 rrugë të cilat të çojnë drejt kënaqësisë, drejt Allahut të Madhreshëm. Apo 99 mënyra së paku, 99 mënyra të Allahut për të vë komunikim dhe kontakt me ekzistencat.
Një ndër emrat, cilësit e Allahut, sikur që është i gjithë fuqishëm, ai në të njëjtën kohë është edhe i gjithdijshëm, që i bie se dituria e Allahut, dija e Allahut është e gjithkundshme. Aty ku është ekzistenca e Zotit, aty është edhe dija e Zotit. Pra, për këtë arsye, në teologjinë islame, të cilësitë e Zotit ndahen në dy grupe. Ato të cilat janë esenciale të esencës së tij dhe ato të cilat janë sipas punës së tij, nga jashtë. Një ndër cilësitë esenciale, sifatu dhatije quhen në gjuhën arabe, është edhe dija, el-ilm, në gjuhën arabe. Çfarë na ndërlidh kjo tash me këtë temën që po du me trajtue? Na ndërlidh pyetja që vjen. Si zhvillohet pra komunikimi i Allahut me çdo gjë të cilën e ka krijuar? Zhvillohet nëpërmes komunikimit, që në gjuhën arabe, me terminologjinë islame quhet vahjun, apo shpallje. Sipas kësaj, me që Allahu është gjithkund, dija e tij është gjithkund, dhe me çdo gjë është në kontakt, sepse në fakt ai është gjithkund për të qenë në kontakt, atëherë mënyra e komunikimit të Allahut me çdo gjë që ekziston është vahje, shpallja. Kemi disa lloje të shpalljeve, varësisht prej entitetit me të cilin komunikon Allahu. Kemi shpallje që i dërgohet, apo mënyrë komunikimi të cilën e përdor Allahu me njeriun, shpallja kuranore, shpallja hyjnore, nisur nga Ademi a.s. deri te Muhamedi a.s. edicioni i parë i shpalljes të Ademi, duke u përpunue në kohë të ndryshme, sipas nevojave, dinamikave dhe zhvillimeve njerëzore, janë zhvilluar edhe edicionet e shpalljes për të arritur deri te ai i perfektshmi që është edicioni i fundit që quhet Kur'an. Pra, shpallja me njeriun bëhet nëpërmes fjalëve. Gjibrilit ja jep Allahu Gjelle Shanuhu në lauhi mahfuz, Gjibrili pastaj ja dërgon Allahut, pejgamberit, dhe i thët Gjibrili se Allahu po të thët kështu, ja zbret ajetin. Kemi shpallje, përveç direkte nëpërmes Gjibrilit, kemi edhe shpallje indirekte, mënyrë komunikimi indirekt të gjeniu, i cili diturinë e tij, dijen e tij e arrin nëpërmes observimit, racionales duke mendu, nëpërmes studimit, nëpërmes përgatitjes të atill që Allahu, ashtu siç është ky njeri, ashtu sa i ka predispozitat, ashtu sa e ka fuqinë për të pranuar, aq i jep dituri. Pra, diturien të cilën e posedon gjeniu, e që është një personalitet me kapacitetin maksimum të mundshëm, që mund të ketë një njeri, kapacitetin mendor të arsyes të menduarit, e jep nëpër formën të cilën e thash. Vahje, komunikimi i Allahut, përveç me këto dy, zhvillohet edhe me entitetet të tjera, organike dhe inorganike. Fjalën vahi, e uhajna, si që përdor për të gjinnet, për të njeriu, e përdor njëjt edhe për bletën. I kemi dhënë, e kemi shpall. Te bleta shpallja përkthehet jo si shpallje sikurse te Muhamedi a.s., por shpallje si inspirim. Pra, tek bletet, tek të tjerat, bëhet nëpërmes inspirimit. Kemi shpallje edhe nëpërmes inspirimit të zëm për bimët,
molla, trungu i mollës, në pranver i qel lullet, pastaj fletët e gjelbërta, pastaj frutet, pastaj në vjesht zverdhet, pastaj bin fletët, gjethet dhe plehrohet toka. Mënyra e zhvillimit një vjeqar, e sa t'jen gjallë, të mollës, të trungut të mollës, është inspirim i Allahut në mënyrën se si trungu i mollës e kupton këtë inspirim, këtë komunikim të Allahut. Vahje në qenka, gjuha e Allahut për ekzistencën dhe për secilën kategori të ekzistencës një mini gjuhë speciale. Tek njerëzit, tek Muhamedi a.s. Kur'ani, tek gjenit, mënyra duke e hulumtuar ai diturin e Allahut, të cilën e ka në çdo multi, në çdo milimikron të ekzistencës, të bletët në përmes inspirimit, të pemët kështu, të guri kështu, të termetet kështu, uji kështu, oqeanet ashtu dhe kështu me radhë. Në Islam ekziston diçka që quhet pra 6 shtyllat e imanit, 6 kushtet e imanit. Një ndër ato është edhe besimi në librat e shpallur, pra në vahjin, në atë që ka ardhur nga Zoti, dhe në të njëjtën kohë tjetra besimi në ekzistimin e pejgamberve, nga Ademi a.s. deri te Muhamedi a.s. i fundit. Besimin në pejgamberet, respektivisht në shpalljen, në librat e shpallur, në vete përfshin në vete besimin në atë që quhet universalizmi hyjnor. Përderisa ti e ke pranuar shpalljen e zbritur tek Ademi, tek Idrizi dhe profetë të tjerë, dhe ke zbritur më pastaj tek Muhamedi a.s., ti në fakt e ke pranuar një universalizëm hyjnor të cilin Allahu e kërkon që ti besosh këtij. Universalizmi pra i Islamit, si fe e ardhur nga Allahu, është një ndër sekuencat, segmentet qendrore të fesë Allahut. Nisur nga atje, ardhur tek Muhamedi a.s. për të vazhduar në të gjitha gjeografit, në të gjitha kohrat dhe për të gjithë njerëzit. Ky është universalizmi. Arsyeja pse Kur'ani e përdor fjalën vahy, shpallje, edhe në kontekst të udhëzimit të njeriut, edhe në kontekst të komunikimit me materien inorganike, edhe organike, edhe çdo gjë tjetër, arsyeja kryesore është se Zoti nëpërmes kësaj po i thot njeriut se kontakti jem, providenca jeme, Allahu po thot, providenca, kujdesi jem, riski jem, fuqia ime, dënimi im, dhenja ime, mëshira ime, syri im, dituria ime, përfshin çdo gjë në ekzistencë. Dhe në ekzistencë çdo gjë lëviz. Kjo është parim bazë i teologjisë islame. Kullun fi feleke yasbahun, thot Kur'ani. Çdo gjë në natyrë lundron. Çdo gjë lëviz. Dhe lëvizja sipas kësaj në Islam do të kuptohet se çdo gjë shtyhet përpara drejt qëllimit të vet. Dhe kjo shtyrje më pastaj bëhet nëpërmes një force misterioze që ekziston brenda objektit që lëviz. Pikërisht kjo forcë është ajo të cilën Allahu Gjelle Shanuhu, siç e shpjegova deri më tani, e quan vahy. Thot në Kur'an, Allahu i Madhreshëm, kale
Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Zoti është ai i cili ka krijuar të gjitha dhe i ka udhëzuar të gjitha. Pra, e ka krijuar atë, pastaj e ka udhëzuar nëpërmes vahjit që është shumë llojesh, të cilin e spjegova deri më tani, për ta udhëzuar drejt qëllimit për të cilin është krijuar. Prandaj hoxhallarët tanë vazhdimisht e thojnë nëpër xhamia, në atë mënyrën e vetë se si e shpjegojnë, se në këtë botë çdo gjë e ka qëllimin e vet. Asgjë, bile është edhe ajet, abet, asgjë në këtë botë Zoti nuk e ka krijuar rastësisht. Asgjë nuk ka të rastësishme në mënyrë të shthurur. Kjo puna e rastit, çfarë është rasti, është temë bajagi e thellë në filozofi, e cilën e trajton Charles Peirce, William Jamesi, dy kolos të filozofisë, që të dy Amerikan, profesor në Harvard. Ky Charles Peirce thotë se rasti është shkaku i, pasoja e shkaqeve të panjohura. Që i bje se asgjë nuk ka pa një shkak. Pra, asgjë nuk ka në këtë botë të rastësishme në kuptimin që hap rastësisht ka ndodhur. Por, që ajo që neve na duket se është e rastësishme, në fakt është një rezultat të cilin ne po e shohim, por nuk i dimi shkaqet të cilat kanë ndiku për ta sjellë ndodhin e asaj gjëje. Po e spjegoj vahjin për ta kuptuar komunikimin apo pikën e përbashkët midis gjeniut dhe profetit. Tash, çfarë është profeti? A thamë njëre këtë, pastaj dalluse, por fillimisht pikat e përbashkëta. Çfarë është profeti? Shkalla më e lartë e vahjet që e dërgon Allahu tek ekzistencat është shpallja që ju jepet, ju dhurohet, të cilën e përdor Zoti me pejgamberët. Kjo shpallje mbështetet në nevojën e njeriut për një udhëzim hyjnor. Për shkak se njeriu ka nevojë të komunikojë me Allahun dhe të udhëzohet nga Allahu, të bisedoj me Allahun, që Allahu të bisedoj me te, që të ashtri providencën, kujdesin, kaderin, lirien, dhuntijen dhe çdo gjë nga sifatet e tij, është pra nevojë e njeriut për një udhëzim hyjnor. Në mënyrë që ai të mund më pastaj njeriu të përparoj drejt një qëllimi që është qëllim për njeriun për te botës materiale dhe të cilën njeriu me patjetër do të arrijë. Shpallja pra është rezultat apo vije si përgjigje e nevojës së njeriut për udhëzimin hyjnor. Dhe ky udhëzim hyjnor më pastaj e shtyjen njeriun të përparoj drejt një qëllimi, po e përsëris, që është për te botës materiale, dhe të cilin njeriu do të arrijë dhe do të arrijë domosdo. Çka i bie kjo? I bie që njeriu nuk guxon të mbetet brenda përkufizimeve vetëm të materjes. Sepse bie ndesh me mënyrën e krijimit të tij, bie ndesh me natyrën e njeriut, bie ndesh me atë që njeriu, sipas Islamit, është i krijuar nga dy entitete kryesore, pjesën materiale dhe pjesën shpirtnore. Pjesën materiale Allahu e ka krijuar, ndërsa shpirtin e ka dhuruar. Shpirti nuk është
i krijuar në njeriu. Gabim është thuhet. Pjesën materiale, fizike e ka kriju, ndërsa pjesën shpirtënore e ka dhurue. Dhe, sipas Islamit është gabim të thuhet ushqim shpirtënor. Shpirti nuk ushqehet, me që të dashur. Shpirti është i vetë ushqyer, është pjesë e Allahut, ai nuk ka nevojë për asgjë. Po, atëherë shtrohet pyetja, pse ndonjëherë shpirti kënaqet me diçka, e kënaqem shpirtërisht, kënaqemi kur bojmë një të mirë, a dini për shka? Sepse shpirti është i vetë plotësuar, dhe kur ti e bën një punë të mirë, ashtu siç e ka shpirtin në esencën e vet, ashtu siç është natyra e shpirtit, krijohet një kontakt paralel aty. Prandaj ndjehet një kënaqësi shpirtënore. Jo se shpirti do të ushqehet, ushqimi i shpirtit, ushqim shpirtëror. Jo, terminologjia është ma shumë të them poetike se sa ka qëndrim shkencor apo teologjik. Shpirti nuk ushqehet, ai është i vetë ushqyer, është i vetë plotësuar, nuk është i krijuar dhe është pjesë e Allahut. Njëjtë nëse thue ushqim shpirtëror, atëherë do të thuash se ky ushqim është edhe për Zotin, sepse shpirti është pjesë e tij. Sido që të jetë. Pejgamberët janë njerëzit të zgjedhur nga Allahu sipas vullnetit të Allahut të lirë. Janë të aftë, të krijuar me asot dispozita që të pranojnë udhëzimin dhe diturin nga bota e padukshme, ku vetëm Zoti e di se cilët njerëz nga të gjithë njerëzit e meritojnë shpalljen që do t'ja dërgoj Allahu. Në Kur'an Zoti thot, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Veç Zoti e di, urtësia e di, e tij e di që kujt t'ja jep shpalljen, kujt t'ja dërgon frymëzimin. Ndonse shpallja është një fenomen përtej spektrit të eksperimentimit e të perceptimit të drejt për drejt, ndijor, shqisor të njeriut, ndikimi i saj, edhe pse shpallja është e tillë, ndikimi i saj është si ndikimi i shumë forcave, energjive, frekuencave të ndryshme, të cilat në fakt nuk shihen, por përjetohen, preken, shihen rezultatet e tyre. Shpallja hyjnore ka një ndikim të thellë dhe të fuqishëm mbi profetin që e pranon atë. Shpallja e ngrit profetin drejt të vërtetës, drejt një vetë plotësimi, të një krijimi, të një karakteri të atill që ky njeri të jetë i gatshëm më pastaj që ta bartë mbi supet e tij shpalljen, apo atë që e quaj shpesh unë me terminologji sociologjike, misionin social, shoqëror, human, për ta shpërnda tek njerëzit dhe për ta nda me njerëzit, për të krijuar individum dhe familje dhe shoqëri të konsoliduar ashtu siç dëshiron Allahu. Me që shpallja, me që pejgamberi po u përgadit ka për një mision kaq sublim, kaq të rëndësishëm, për një mision që do të shtrijë në tokë fjalën dhe ligjin e Allahut, atëherë këta njerëz do të duhet të ishin përgatitur paraprakisht edhe në shpirtin e tyre, në pastërtinë shpirtënore, që në te më pastaj të ngulitet dhe të vendoset shpallja e Allahut, fjala e Allahut, vahji i Allahut, Kur'ani i Allahut. Personi që e pranon shpalljen, shpallja ja dhuron atij një bindje të
palekundër në besimin në Allahun. Një bindje të palekundër në misionin e tij. Historia kur nuk ka dëshmuar, nuk ka në histori, ndonjë rast që dikush të ketë vendosmëri si ajo e profetëve që arrijet nëpërmes shpalljes dhe besimit të tyre të palekundër në Zotin, si dhe i personave të cilat kanë qenë prodhime të shkollës së ndonjërit prej profetëve të Allahut. Një ndër cilësitë kryesore, janë 5, por ndër 5 më kryesore e pejgamberëve është pagabueshmëria e tyre, një temë të cilën e kanë trajtuar dietarët në mënyra të ndryshme. Dhe me që po hytash direkt në krahasimin të rritash pikat e përbashkëta, dallimin mes tyre dyjave, atëherë do ta shpjegoj këtë dallim nëpërmes shpjegimit të pagabueshmërisë së pejgamberëve dhe gabueshmërisë eventuale të profetëve. Duke mos dashur ta zgjas tepër, në mënyrë që nesër pas namazit të sabahit ta vazhdojmë këtë temë, deri atëherë mbeqje me shëndet. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Nesër pra do ta shpjegoj në mënyrë shumë koncize dallimin substancial midis profetit dhe xheniut. Deri atëherë edhe një herë mirëmbëjtje.